Lideri i opozitës Sali Berisha ka publikuar në rrjetin social Facebook një denoncim të ardhur nga një qytetar digjital, lidhur me një ngjarje të dyshimtë të raportuar në portin e Durrësit. Sipas mesazhet të publikuar nga Berisha, para 3 netësh, në 2 kontejnerë janë konstatuar ngarkesa të mëdha me euro, të cilët sipas denoncuesit janë nxjerrë nga kontejnerët me vinça. Denoncuesi ishte shprehur gjithashtu se për këtë ngarkesë ka pasur një debat të fortë mes një oficerit të policisë dhe një doganjeri, ndërsa shton se nuk disponon informacione të mëtejshme mbi zhvillimet e mëvonshme të këtij rasti. Mirëdita doktor, para 3 netësh në 2 kontejnerë janë gjetur ngarkesa shumë të mëdha me euro, të cilët u nxorën nga kontejnerët me vinça. Për këtë ngarkesë ka pasur një debat të fortë midis oficerit të policisë dhe doganjerit, por nuk e di mëtej. Anonim, ju lutem, thuhet në denoncimin e publikuar nga Berisha për rastin e fjalë.